Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlevania, jemi rikthyer tani për të incizuar podcastin ton javor, për të folur për tregjet financiare. Unë me Henry sot do diskutojmë se si ka qenë tregu këtë javë që lan pas edhe çfarë presim ne në javën e vijim, pasi do të jetë një javë me të vërtet kjo më e rëndësishme e gjithë muajit, sepse kemi takimin e famshëm që për normat e interesit që të gjithë me zi po e presin, sidomos retail traders. Përshëndetje Henry. Përshëndetje Kleo. Është një kohë e gjatë që s'kemi bërë podcastin bashkë dhe më bëhet qefi që e bërë pjesë sot e podcastit. Shpresoj edhe dëgjuesit më në fund nuk do të dëgjojnë vetëm zërin tim, po do të dëgjojnë në një zër tjetër dhe ca mendime të antarëve të tjerë ose prezantuesve të tjerë të podcastit, kështu që besoj të bëhet pak më interesante sot podcasti. Ashtu që shteti është një javë që mendoj është një javë vendimtare, unë edhe me pak humor, edhe me pak le themi provokim në mediat sociale në TikTok, besoj që dëgjuesit e kuptojnë që unë e bëj ndonjëherë edhe për shaka. Nuk e marr seriozisht veten time aq shumë që mendoj që jam mbreti i kësaj industrie, por kam thënë që nëntori është momenti i duhur për tregun që për të vendosur, edhe në ana grafike kam ndarë disa herë në podcast të 2-3 muaj të fundit, edhe të Telegrami e kemi ndarë, nëntori po bëhet gati në atë mënyrë perfekte që ne kemi diskutuar, edhe lidhet me eventin kryesor që të vijë javën tjetër që është normat e interesit. Por si fillim mirë po mendoj të mbuloshim çka ka ndodhur këtë javë, dhe pastaj të flasim për normat e interesit dhe çfarë mund të ndodhi javën tjetër, sepse nuk kemi vetëm normat e interesit, por dhe Trumpi ka thënë që deri datën 1 duhet vendosen tarifat me Kinën. Ka dhënë si tip datë skadimi, le të themi, për të mbaruar negociatat dhe për të vendosur ose do vej tarifa i 150%. Kjo krijon një situatë për mendimin tim që jemi 50-50. Dhe ti e di shumë mirë se çfarë bëj unë ku jemi 50-50. Dhe Exact. Po nuk patëm një lëvizje me një krah serioz, unë mundohem të rri jashtë dhe të përzevoj kapitalin dhe ta lej tregun të bëj punën e vështirë. Dhe kjo ka qenë situata tani që në datë 22 shtator që i bin gati një muaj tani që unë kam qenë cash në kripto, vetëm ca blerët e vogla kam bërë në kripto. Si e pe ti këtë javë? Si e pe ti këtë javë? Për tregun e aksioneve ka qenë shumë i mirë, domethënë kjo javë me ato puljet në ngritjet në fillim të javës, pastaj është mbyllur shumë mirë, sidomos dje. Një ngritje e madhe në S&P 500, po ashtu edhe në disa stocks që ne kemi përzgjedhur. Tregu i kriptove ka qenë unë tregun e kriptove kam parë më shumë si zonë volatiliteti me strategjinë që ne përdorim, se ne bëjmë swing trading dhe këto lëvizjet nga që kanë qenë nga 107 deri në 110 ose 111, 112 sa është çmimi tani 11700. Nuk është se për ne swing trader janë lëvizje që na japin që ne të hyjmë ose të marrim atë profitin, sepse në Telegram që të shkruar dikush që a e kapët këtë lëvizje. Në të nga 107 e 111. Faktikisht unë e pata lujt për të bërë day trading vetëm brenda një dite, nuk e pata lujt të lëvizjen dhe ja dërgova për shenjë provë. Edhe për mua ka qenë zonë volatiliteti. Bitcoini ka pas atë supportin te zona 107.000, support shumë i fortë që nëse do ta thyente, po të shkonte te 106, atëherë do të ishim te 100.000 pa dyshim. Por ka mbajtur atë supportin aty, support shumë i fortë. Tregu po kemi dhe rezistencën në kripto, se harrova ta thoja tek 20 tema, do ta shpjegoj më vonë kur të kalojmë te grafika. Tek Forex kemi Goldin, ulje shumë e madhe, shumë profit ata që e kanë luajtur sell, një ndërta edhe unë, e kemi diskutuar dhe bashkë para disa ditësh, kur batëm disa zona që nëse shkon këtu atëherë prisnim një ulje, ashtu ka ndodhur. Profiti mirë, kam filluar tani ta los Forex, po los Goldin, po los disa të tjera dhe
shumë mirë Goldi, kam qenë një sell, e prisnim, e ke diskutuar dhe tek videot që ke bërë te kanali jot personal YouTube. Ju ftojmë gjithë ta ndiqni Henry, tani ka dhe kanalin e tij personal, Henry Hunt, e keni në YouTube. Po ashtu e kemi diskutuar edhe në TikTok, në për videot, në për reels që ke bërë të tjerë. Kjo ka qenë një javë mikse, CPI data ka dalë, më mirë se çpritej, edhe kjo një lajm pozitiv që mund ta shtyt tregun për javën që vjen drejt një rritje ose një fart trendi, do ta quaj. Po. Edhe për mua ka qenë një javë mikse, sepse unë në fillim të javës u ripozicionova të ca aksione, por dola shpejt, për shembull Nvidia, kisha AMD-n që ribleva se kishim bler që në poshtë, Intel-in ca tjera, edhe dukesh si një javë që vazhdonte volatiliteti dhe kur e shpjegova pak edhe më parë, ku ka volatilitet unë zgjedh gjithmonë që të jem në cash dhe të jem gati dhe të mbroj kapitalin se sa të pozicionohem. Edhe fillimi i javës ishte një periudhë që edhe po që shikoni VIX-in, që unë kam diskutuar te kanali im personal, po shikoni video do ta diskutojmë edhe këtu. Do shikoni që VIX-i pati një rritje dhe pastaj një shitje ose një ulje VIX-i. E bin që u rrit volatiliteti dhe u bë le të themi një far likuidimi, një rritje dhe ulje në S&P 500 dhe në tregun e përgjithshëm. E pam dhe këte në kripto që në fillimin e javës patëm shitjen dhe në fundi i javës fillum që të kishim një farë ngritje. Dhe kjo gjë ka ndodhur në S&P 500 edhe tregun e aksioneve. Me sa dukesh, ose si po më dukesh e mua, ishte që po prisnin CPI data edhe ishte tregu pak i friksuar. Patëm dhe ca ngjarje me sanksione që ishin bërë kundër Rusis nga Trumpi, që nuk ka arritur të ketë një marrëveshje me Rusin për Ukrainën, edhe kështu që krijoi le të themi pak volatilitet dhe unë me idenë që CPI data mund të dilte negative, edhe inflacioni mund të dilte më i lartë, dola në disa pozicione, dhe pastaj u ripozicionuam të njëjtën dhe të premten për lart, duke treguar vrrull prap dhe fuqi blerëse në aksione. Në kripto nuk kemi tregtuar pak dje, 2 ide të vogla sa për të qenë pak herët në 2 lëvizje, por nuk është gati. Pa edhe veri përsëristu që tregu i kriptos nuk është gati akoma për mendimin tim për një lëvizje për lart. Që nga data 25 shtator më duket, do ta mulem të grafika pak më vonë, kripto për mu me strategjin time ka qenë short. Unë thjesht nuk pata mundësinë të kapja atë momentin e likuidimit të madh në datën 10, ishte 10 tetori që ishte momenti i shortit. Që në ato moment ka qenë short, ose një ditë përpara ishte aktivizimi i shortit të strategjia ime. Unë nuk pata mundësinë që ishte me pushime që të pozicionohesha, por unë tani momentalisht do ishta në një pozicion short në Ethereum dhe në Bitcoin. Ti Kleo besoj që e di, sepse me lëvizje që ke bërë në day trading, ke tregtuar short më shumë besoj në Bitcoin, me idenë që të përfitosh nga lëvizjet. Edhe një nga çunat e tjerë që ne bashkëpunojmë dhe kemi ca akaunte që i punojmë bashkë, dhe i tregtoj në datën 9 ishte short dhe kapja të valën e madhe në 10 tetor, që nxorëm një farë profiti serios aty të ato akauntet. Kështu që ne kemi qenë short që në ato moment, por si funksionoj unë që të kuptojnë dëgjuesit është, unë ndonjëherë ku nuk ndjej siguri totale të një vendim, për publikun e thjeshtë, që jeni ju retail traders që nuk ndoshta jeni fillestar, nuk keni eksperiencë, mundom që mos ju friksoj ndonjëherë. Sepse e di që tani kam një farë influencë të dëgjuesit dhe respektojnë atë mendimin tim deri në atë pikë që ndoshta dhe marrin pozicione në anën time pa ditur se si ti menaxhojnë ato pozicione. Dhe mundohem që të paktën nga ana shortit, kur ka shorte, që mos i ndaj shumë ose mos them në temi shortet, në momentin që unë nuk mendoj që ka rërë të mira, që i bën risk reward të mirë.
Edhe ishte një moment që nuk ishte një farë risk rewardi të mirë, dhe unë vetë nuk e kam tregtuar, kështu që nuk dohet të thoj asgjë që unë nuk kam tregtuar vetë personalisht në kripto. Është thjesht që do të thoya që strategjia ime me analizë do të ishte short tani, do të kisha tregtuar në ato momente, por ishte me pushime dhe kjo ishte dhe themi gjendja e kriptos. Floriri e kam diskutuar te kanali im, por dhe Kleo më loi këtu që te zona 4300 ishte perfekte për një ulje, sepse ishte një overextension totale, një rritje të jashtëzakonshme jashtë normave të ku mund të ishte një çmim i arsyeshëm në rritje. Kur çmimi del jashtë normave, kjo është një pjesë edukative që ju do ta kuptoni, kur del jashtë normave, duhet vi prapë te një çmim mesatar. Çmimi mesatar ishte 4000 dhe një tjetër është 3900 dhe 4000 e kapi, nga 3300 deri te 4000 në këtë rast. Sa për lajmet e tjera dhe ngjarjet e tjera, po mendoj të muloshim ca ngjarje Kleo bashk të rëndësishëm që kemi pasur këtë javë dhe ta diskutojmë si pikë, sepse CPI data për mua ishte më e rëndësishmja dhe e ka përgatit tregun perfekte për uljen e normave të interesit javën tjetër. Kështu që po që nuk ulen normat e interesit, do ketë një lëvizje crash të madhe. Do të kemi shumë kujdes se çfarë do thuhet dhe çfarë do ndodhi të mërkurën tjetër. Ndonjë lajm kishim? Jo, s'po shikoj një lajm për javën që kalon. Thjesht deklaratat e Trump. Okay. E thedhet i për Kinën, këto kanë qenë ato, do të thënë që mund ta kenë lëvizur tregun pak lajmet kryesore. E pas dhe takimin e Jerome Powell që ka dhënë një fjalim, por nuk ka ndikuar, nuk ka thënë asgjë, edhe pse pritshte që të fliste për kripto, por asgjë interesante. Po. I gjë që do të thojë këtu që një skenar i mundshëm në mendjen time dhe si mund të funksionojë kjo lëvizje, që mund bën ndoshta diçka e papritur, është që normat e interesit ulen, tregu fillon të rritet. Trumpi del mas 2-3 ditësh, që bi datën 1 nëntor, nuk bëhet marrëveshja me Kinën, shton tarifa, fut më shumë retail traders dhe pastaj likuidon në një mënyrë ekstreme në atë moment. Kjo është frika ime dhe për çdo person që na dëgjon në podcastin ton, keni kujdes nga ky skenar. I bëj që mund të pozicionoheni, unë jam pozicionuar, por keni kujdes te likuidimi që mund të bëhet datën 1 ose më pas në nëntor nga ndonjë lajm i Trumpit për tarifat në Kinë që mund të sjellin ndonjë shitje. Jemi tani në majet e tregut, nuk kemi në një zonë të ulët si ishim le të themi në prill. Kemi tani gati 5-6 muaj vetëm rritje. Dhe nuk kemi pasur ndonjë dip serioz. Kemi pasur vetëm tani këto 2-3 dipe të vogla, këto 2-3 muaj të fundit, por nuk kemi pasur ndonjë dip serioz. Edhe likuidimi, skenari perfekt. Tisha unë, market maker, një person që e kontrollon tregun, do bëhe këtë skenar. Kështu shikoj unë. Do lejoja që normat e interesit të rrisin çmimin, të krijoj edhe një kulm tjetër tregu, të fusi edhe ca tregtar tjetër me leverage dhe fillestar, të hyjë euforia, ndoshta të shtyhet edhe për disa ditë ose edhe një javë, 2 javë, dhe pastaj të dalë një ngjarje e tarifave që likuidon në një mënyrë ekstreme tregun dhe bën një ulje serioze tregu diku te 5 deri në 10% të stocks, mund të jetë diku te 20-30% në stage 4. Ndoshta. Eksakt. Po, maron cikli, sepse te mujori kemi një problem që Bitcoini po ngadalsohet, edhe kur kam bërë krahasimin e çmimit që ka qenë në fillim të vitit në 1 janar, ka qenë diku te 108-109 Bitcoini, ose te ajo zona 107, edhe tani jemi te 111. Kështu që nuk keni pasur ndonjë rritje në kripto, dhe po i kapni ndonjë altcoins, vetëm Ethereum mendoj unë që mund të jetë pak plus, mund të jetë 10% plus, por dhe altcoins nuk është që janë në një nivel të jashtëzakonshëm ose kanë bërë ndonjë performancë të mirë për ju që keni mbajtur afat gjatë altcoins në këtë mënyrë.
Kështu që ka qenë një treg për swing trader dhe për profesionist, për seleksionues, edhe në aksione, që mos kishin rënë pre le themi tregu, nuk ka qenë treg për tregtim pasiv. I gjë tjetër që do të flisja Kleo ishte për earnings. Kemi ca earnings, kemi këto earnings për ju që nuk kuptoni anglisht, janë raportimet e ardhurave të bizneseve të tregjet të aksioneve. Kishim Teslën që doli pak ushit në ngjarjen e earnings, dhe un kam ndar diçka në Twitter që kam thënë që kur të dali Optimus, që janë robotët dhe njëna produkte e reja që po krijon Tesla, atëre Tesla do ketë një rritje, sepse do bëhet në media sociale, do dali një produkt i ri. Tesla është një lëvizje tani tranzicioni që po bëhet nga një kompani që ka qenë për EVs të një kompani që po lidhet me AI dhe robotika. Kemi parë dhe këte me robot taxi që po krijon, ka ca shenja të pozitive aty për robot taxi, por Tesla u shit dhe kjo krye pak le themi turbulencë në treg. Dhe një nga favoritet e tuaja, Kleo, Netflixi, që ke treguar disa herë. Shitje shumë madhe, pa tash. Po. Ishte interesante sepse unë kisha në vëzhgim për ta luajtur long, por nuk po më pëlqen, nuk ishte përputhur me strategjinë. Një ditë përpara se pati raportimin, edhe nuk e traktova, edhe të nesme kur doli earnings, pati atë likuidimin e madh, diku te 6-7% duket që shumë e madhe për Netflixin. Patëm dhe Intelin që pati raportimin e vet shumë pozitiv, pati një rritje dhe semiconductors, sektori i mikrochipeve, AMD-ja, Inteli kanë lëvizur shumë mirë, dhe Nvidia. Unë jam pozicionuar te Nvidia, nuk pata mundësi që të ribleja AMD-n dhe Intelin, edhe pse kisha përpara në fillim të javës, dola dhe unë në temi aty pak herët, sepse më friksoj lëvizje që bëri duke të mërkurën, të marrës në mërkurën të regu dhe nuk e ripozicionova, gabimi im, thjesht gjëra që ndodhin, por ndaj me ju si le temi për qenë i sinqert dhe transparent, sepse çunat e Discordi e din shumë mirë që unë nuk pata mundësi të rihyja aty, kështu që gjithmonë mundohem të jem sa më transparent me dëgjuesit dhe publikun për gjëra që unë bëj në këtë industri. Kleo, këto janë lajmet dhe eventet, presim të javë që vjen, siç e the edhe ti, duhet të jemi shumë kujdesshëm. Do të na ndiqni në rrjetet tona sociale, sidomos në TikTok tani Henri është më aktiv duke bërë pyetje, ju do të merrni përgjigjen e duhur, pashtu edhe në Telegram, edhe çdo ditë tek kanali i Henrit janë analizat për gjitha indekset kryesore, kështu që ju ftojmë na ndiqni aty. Po, është shumë e vlerë për ju që dini anglisht, sepse un tani jam i detyruar që të bëj gjërat në anglisht për karrierën time dhe për lëvizjet tjera që un do të bëj personale. Shkoni te kanali im. Çdo ditë keni një analizë të përgjithshëm të tregut. Do keni që nga aksionet, kriptot, floririn, dollarin dhe madhat, të gjitha i analizoj atë ditë dhe mbuloj temat kryesore. Ndonjëherë ndaj edhe idet. Javën e kalume kam ndar të premten duket ishte floririn si një mundësi për të tregtuar short. Ishte përpara 6-7 ditëve tani dhe ka ndodhur. Kam darë dhe disa ide të tjera gjatë javës për tregtimin që unë kam bërë dhe do bëja atë ditë, mrena ditës ndahet video. Kështu që mund të shikoni dhe pak a shumë keni idenë çfarë mendoj unë për tregun në atë çast, në atë moment. Ju vlen shumë për që doni ta bëni këtë punë në një mënyrë profesionale, të merrni një mendim nga ana ime, sepse keni një person që jo vetëm që ka dhënë provat në tregun shqiptar me analizat dhe parashikimet, por keni një person që është te kompeticioni i Amerikës për investime dhe ka bërë mbi 85% këtë vit të aksionet, kështu që marr vesh për këtë punë dhe di se si të seleksionoj aksione. Do të flisja pak për normat e interesit, Kleo.
të flisja për mendimin tënd, si mendon një pyetje shumë e thjeshtë, do ulen apo do rrin njësoj? Edhe sa do ulen? Qofse tani parashikimi duket se është 0.25 pik për të ul, 0.25% i bie 25 pik, por mendoj se gjithë po e presin këtë uljen e normave të interesit, mendoj se do ndodhi, kështu është mendimi im, ndoshta do të vi. Mund të jetë lajm pozitiv normalisht, sidomos për kriptot, pasi do të kalojnë kapitalin në asetet më të rrezikshme. Pastaj kriptot janë kryesorja. Edhe por siç e thamë edhe shpar, këtë vit tregun më shumë e ka lëvizur Trump se sa ka dalë jashtë çdo analize teknike, jashtë çdo analize fundamentals. Trump me deklaratat e tij, me tarifet e tjera, mund të kemi edhe në një skenar që ne diskutuam shpar që mund vinë një përgjigje për Kinën me tarifa dhe mund ta uli prap tregun. Po mendoj se do ulen normat e interesit, duke u shtyrë edhe nga presidenti i Amerikës, që vazhdimisht duhet ule normat, edhe mund të ketë edhe këtë uljen me pak pikë, edhe pastaj shikojmë, nuk e di, ky është mendimi im. Unë besoj që do të ulet. Mendoj që do ulen 0.25%, dhe ti mendon që impakti do jetë pozitiv. Në kripto po, pak të në do ditët e para po. Unë shikoj në analizat e teknike, duke pak të rezistenca që ka kriju Bitcoini, mund të thyhen edhe atëherë mund të shkojë çmimi për lart. Po. Edhe unë jam me njëri mendim, mendoj që do jetë eksakt çfarë është parashikuar. Tregu është i pozicionuar për një lëvizje për lart. Dhe vetëm gjë që mund të friksoj është çfarë do thuhet nga Jerome Powell te konferenca për shtyp. Dhe kjo do jetë diçka që unë do ta shikoj me kujdes, ndoshta mund ta bëj edhe live te X. Kam tani edhe i X, sepse më vunin në sedër një nga çunat e Telegramit, tha ka shumë konkurrencë Henry te X, kështu që kam hapur edhe një X, edhe mund ta bëj një live aty dhe ta mbuloj çfarë thot Jerome Powell mbas vendimit. Zakonisht çfarë thot Jerome Powell është më e rëndësishme se sa ulja, sepse është priced in, është futur më në çmimi ulja që tani. 95% të tregtarëve mendojnë që do ulet norma e interesit, kështu që janë të pozicionuar para kohë. Vetëm duhet kemi shumë kujdes datën 1 dhe më pas me tarifat e Trumpit.